Koli, ti je me origjinë nga Skrapari, ke lindur në Sarandë dhe ke jetuar në Lushnjë një periudhë të jetës. Si e ndjen veten më shumë Skrapalli, Sarandiot apo Lushnjar? Jo, Sarandiot fare, pavarësisht se atje kam shkuar deri atje kam qenë në Kopësht, kam qenë në Qerdhe, jo se nëna nuk më çonte në Qerdhe. Absolutisht që në dokumenta vendindja ime është Çorovod Skrapar, duhet ta respektoj. Babai e kishte gjithmonë të fortë atë ndjenjen që ne jemi nga Skrapari. Dhe kuptohet që si të gjithë aso kohë në vitet 70 ishin të gatshëm që të qellonin me armë kur lindin çun, e kur bëhen plej gjithmonë duan vajzat, se e kuptojnë që e vetmja që të shërben dhe të përkushtohet është vajza. Edhe kështu ndodh, por absolutisht që gjithë jetën e kam ndjerë veten nga Lushnja, aty jam rritur, aty janë miqtë e mi të ngushtë, ata gjithë shokët të cilët janë shokë të cilët vërtet janë shokët e fëminisë, janë shokët e vërtet të një njeriu. Aty kam bërë gjimnazin, çdo gjë të fëmijërisë dhe të adoleshencës e kam përjetuar në Lushnjë. Nuk mund të largohem dot, edhe pse kam shumë vite që kur erdha në universitet, domethënë që po shkoj shpesh, e ndjej veten nga i qytet. Edhe pse miku im më i ngushtë në fakt, me cilin kaloj ditën, kaloj problemet, kaloj hallet e tjera, është nga Kuksi dhe nuk është nga Lushnja, po kështu më ka ndodhur. A është kjo arsyeja pse mbështet Lert Haxhiun? Se kam parë ca komente që po e mbronne, po e bëne. Jo, unë se kam mbrojtur kurrë. Unë kam thënë vetëm të vërtetën. Mirë, po ka një raport problematik me mënyrën se si shqiptarët i shohin gjërat. Unë nuk po them që e vërteta dhe e drejta janë dy gjëra krejt të barabarta, jo përkundër se janë të kundërta. Ka një perceptim në publik sikur e vërteta dhe e drejta janë një. Njerëzit kërkojnë në televizion atë që duan të dëgjojnë. Unë nuk ja u jap kurrë këtë. Unë jam te pika vetëm e të vërtetës. Ajo që unë shpesh kam thënë, unë se kam amnistuar kurrë atë për krimet që akuzohet. Unë kam thënë gjithmonë që ai shkoi në këtë pikë i detyruar nga mos ekzistenca e shtetit, i detyruar nga dhuna që ju ushtrua. Dhe kjo ka një ndryshim shumë të madh. Dhe sa herë do më pyesin sërish do ta them. Si është historia e Lert Haxhiut? Por e dhimbshme si me një fëmijëri shumë të vështirë, ku kuptonte që me shumë dëme në familjen e tij, ku kuptonte që shteti nuk ekzistonte. Shteti në atë kohë ishte një anshëm, ku ishte i detyruar dhe shteti e çoi drejt një hakmarrje për të bërë atë që bëri. Nuk mund ta kaloj mirë ti djegësh shtëpinë, ti vrasësh xhaxhain, ti vrasësh djalin e xhaxhait, ti marrësh pronën, ti rrash familjen. Çfarë do më për t'i kërkuar një njeriu për të filluar hakmarrjen? Por hakmarrja dhe kur merr jetë, pastaj shkojmë atje ku është edhe sot. Por kjo nuk do të thotë që e vërteta e këtij personazhi në krahasim me të tjerët është e njëjtë. Jo, kjo është e ndryshme. Unë nuk dua të justifikoj dhe të amnistoj asnjë krim të asnjë personi në Shqipëri. Amnistin, shteti ja ka dhënë të drejtën vetëm presidentit ose parlamentit, kur kujt tjetër. Nuk du t'i bëj moral, nuk dua të bëj kur moral, dhe mase mund në këtë qasjen time të shpesht të afërmit e viktimave që mund të ketë shkaktuar ai, mund krijojnë një inat ndaj meje, dhe mund të kenë absolutisht të drejtë ta bëjnë këtë, por unë kam një problem në jetën time, raportin me të vërtetën. Raporti im me të vërtetën është i jashtëzakonshëm, nuk mund të jem kurrë në jetën time i pavërtet në atë që them. Dhe unë e njoh mirë historinë që
Këtë e quan drejt kësaj rruge. Të tjerët jo. Të tjerët janë fut në një rrugë të tillë për shkak të parave, të fitimit të diçkaje, për shkak të trafikut të drogës, për shkak se mund t'i kenë gjatë kësaj rruge mund t'i ketë ndodhur diçka, janë shumë raste të rralla ato që vinë si ky personazh. Ndërkohë që mund të thuash që gjithmonë mbajnë një krah, ndërkohë që miqtë e tij mund të më kenë sulmuar dhe publikisht, dhe unë këtë prap nuk e kam marrë si një formë që të vërtetën që them duhet ta anashkaloj. E vërteta është e vërtet, edhe pse mund të mos jetë e drejtë.